Qarë duhet të kemi se ne duhet ti partit i kemi. Një në opozit, tjetra opozit. Opozita është e shtyn pozitën që të aktivizon të menduarit kritik. Të pyet pse, si, a mundet, as mundet, sa kushton, a bëjmë dëm, a jemi mirë, a jemi keq, dhe me thënë ajo është të menduarit kritik. A jemi të drejt, a ka drejtësi sociale? Pozita duhet të ecë përpara sepse i ka resurset. Ka rrogat, ka veturat, ka njerëzit, ka pushtetin, ka drejtën e nënshkrimit, ka vullën, dhe me thënë, ka mediumet, andaj këndaj. E tash, ajo që ndodh në Vlen, është një pastërmet, dhe me thënë, ato qetësimi i tokës, dhe me thënë. Vleni ka potencial. Edhe vazhdimisht duhet të ripërtriten figurat politike.